Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Vazhdon fushata e vaksinimit kundër gripit me 22.000 dozat e vaksinës që janë falas për pacientët e të gjitha moshave. Për të moshuarit dhe të sëmurët, vaksinat bëhen në shtëpi nga infermierët e lagjes. Fushata e vaksinimit antigrip që ka nisur prej 22 shtatorit në bashkinë Lushnjë me 22.000 doza vaksine po vazhdon. Drejtoria e Qendrës Shëndetësore nr. 1 Athina Doka tha se në fillim u vaksinua personeli shëndetësor, pasi janë më të ekspozuar ndaj riskut se janë në kontakt të vazhdueshëm me pacientët dhe janë njoftuar të gjithë qytetarët, gratë shtatzan, fëmijët dhe personat që paraqesin rrezik në këtë periudhë. Mjekja siguron qytetarët se vaksina nuk ka efekte anësore. Jemi në stinën e vjeshtës dhe si gjithmonë në muajt shtator, tetor dhe deri në muajin maj fillon vaksinimi i popullatës. Kush duhet vaksinohen? Fillimisht fillohet me personelin shëndetësor, të cilët janë më të rrezikuar ndaj gripit dhe më pas vazhdohet me fëmijët e vegjël, me gratë shtatzane, me pacientët që vuajnë nga sëmundje si tensioni, diabeti, sëmundje pulmonare, sëmundje tumorale, por kjo nuk do të thotë që edhe pacientët e tjerë ose qytetarët e tjerë mos të vaksinohen. Unë inkurajoj të gjithë pacientët, të gjithë qytetarët të drejtohen pranë qendrave shëndetësore, të marrin informacion tek mjekët e tyre të familjes për vaksinimin, pse duhet të vaksinohen, kur duhet të vaksinohen dhe si duhet të vaksinohen. A ka efekt anësor vaksina? Jo. Është një metodë shumë e thjeshtë, por që ka një ndikim shumë të madh. Është thjesht vetëm një shpim dhe një temperaturë shumë e lehtë krahasuar me viruset tashmë që po qarkullojnë disa viruse paralelisht në kohë. Kjo është e papërfillshme. Unë inkurajoj edhe një herë të gjithë qytetarët të vaksinohen, sepse një vaksinë gripi sot, një dimër i sigurt nesër. Vaksina antigrip mbetet për fëmijët mbrojtja më e mirë dhe më efikase kundër virozave respirative të shkaktuara nga viruset e gripit që i prekin në stinën e vjeshtës. Vaksina është e këshillueshme të bëhet tek fëmijët 6 muaj e lartë. Unë si pediatre do t'i bëja një thirrje të gjitha nënave që të paraqiten pranë qendrës tonë për të kryer vaksinën e gripit, kryesisht për fëmijët 6 muaj e lartë, për fëmijët që janë me sëmundje kronike bashkëshoqëruese, për fëmijët që kanë imunitet të ulët, për fëmijët që shkojnë për herë të parë në çerdhe, në kopshte, në shkolla që janë akoma më të rrezikuar, duke qenë se janë të pa ekspozuar më parë nga viruset sezonale. Gjithashtu do doja që të rikujtoja që duke qenë se jemi dhe në fillimin e sezonit të vjeshtës, ka një shtim të rasteve dhe të infeksioneve respiratore dhe komplikimeve të tjera. Dhe kryerja e vaksinës së gripit mund të shmangi këto infeksione, mund të shmangi komplikimet, gjithashtu mund të shmanget dhe përhapja e viruseve dhe infeksioneve në komunitet. Ndërkohë, për të moshuarit dhe pacientët kronik që nuk mund të shkojnë në qendrat shëndetësore, mjekët dhe infermierët po ofrojnë vaksinimin në banesë përmes shërbimit të kujdesit shëndetësor në shtëpi. Kryeministri Edi Rama nga aktiviteti me forcat zjarrfikse theksoi se të gjithë ata që kanë humbur shtëpit nga zjarret apo krerët e baktive do të dëmshpërblehen. Ai premtoi rritje pagash për zjarrfiksit. Kryeministri Edi Rama, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu dhe Ervin Demo, Ministër Shteti për Pushtetin Vendor, morën pjesë sot në aktivitetin me forcat zjarrfikse. Kryeministri Rama në fjalën e tij u shpreh se familjet shqiptare duhet të sigurojnë jetën dhe pronat e tyre. Ai theksoi se të gjithë ata që kanë humbur shtëpit nga zjarret apo krerët e baktive do të dëmshpërblehen. Angazhimi moral po edhe ligjor lidhur me banesat dhe krerët e humbur të baktive do të mbahet pik për pik. Tani më është inventari i plot dhe të gjithë ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark.
Kryeministri Rama paralajmëroi masa më të forta ndaj kërcënimit të zjarrvënies. Ai tha se po përgatitet flota me helikopter për fikjen e zjarreve apo me dron për evidentimin e flakëve. Do vazhdojmë të fuqizojmë flotën tonë, pa diskutim. Së shpejti do të hapet edhe fizikisht, sepse është çelur si proces me marrëveshjen e shkruar Akademia e Forcave Ajrore dhe do të fillojë në Vlorë edhe përgatitja e pilotëve të rinj, ashtu si kundër do të vazhdojë të rriten kapacitetet e flotës. Këtu jemi në një qendër që flet vet kur e shikon se si është transformuar për të administruar të flotën tonë të helikopterëve, por përtej kësaj duhet dhe do të shtojmë në mënyrë të ndjeshme flotën e dronëve. Kemi përgatitur dhe jemi duke u marrë për ditë, qoftë me porositjen e dronëve me kamera termike për të monitoruar në kohë reale pyjet dhe për të kapur sa më shpejt sinjalin e zjarrit, ashtu si kundër jemi duke vlerësuar porosit për dronët që bëjnë mbjellje, sepse është dhe ky element tjetër i rëndësishëm që të mendojmë me njëherë për ripërtritjen e atyre territoreve që digjen nga zjarret. Vihen në pranga 2 shtetas nga policia e Fierit, mes tyre një vajzë, pasi qarkullonin të armatosur dhe nuk i bindën urdhrit të policisë për të ndaluar. Sekuestrohet një pistolet me municion luftarak, automjeti dhe 2 celular. Shërbimet e patrullës së përgjithshme të Komisariatit të Policisë Fier me mbështetjen dhe të forcës së posaçme Shqiponia pasditën e djeshme në lagjen Apollonia kanë ndaluar për kontroll automjetin tip Audi me të cilin qarkullonin 2 shtetas pas informacioneve të marra në rrugë policore se me një automjet tip Audi lëviznin shtetas të armatosur. Në momentin e ndërhyrjes së policisë, drejtuesi i automjetit dhe pasagjerja kanë tentuar të largohen, por janë kapur menjëherë nga shërbimet e policisë. Gjatë kontrollit në çantën e drejtuesit të automjetit u gjet një armë zjarri pistolet me municion luftarak. Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin dhe 2 aparat celular. Në vijim të veprimeve për rastin nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier, u arrestua në flagrancë shtetasi Gëna Alias GS, 40 vjeç, banues në fshatin Sulej, për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik, dhe shtetësja AP, 31 vjeçe, banues në fshatin Portës, për veprat penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Ambicia e NASA-s është që të ndërtojë një fshat deri në vitin 2035 dhe të ketë prani të përhershme njerëzore në hënë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ndërtojnë një fshat me prani të përhershme njerëzore në hënë brenda dekadës së ardhshme, të mundësuar nga një reaktor bërthamor nga partnerët komercial, në përgjigje të RFI-s së fundit të NASA-s, tha zëvendës administratori i NASA-s Sean Duffy në Kongresin Ndërkombëtar Astronautik 2025 në Sydney. Që në shkurt të vitit të ardhshëm NASA do të nisë misionin Artemis 2 duke dërguar 4 astronaut në hënë. Edhe pse misioni Artemis 2 nuk do të ulet, qëllimi përfundimtar i NASA-s është të krijojë një bazë të përhershme në hënë. Kjo bazë ka të ngjarë të jetë me energji bërthamore e aftë të strehojë përgjithmonë astronautët dhe e ndërtuar nga materiale që gjenden në sipërfaqen e hënës. Tema e konferencës së EA këtë vit ishte hapësira e qëndrueshme toka rezistente, të cilën Duffy e interpretoi në mënyrën se si NASA mund të mbështesë jetën në hapësirë. Ndërsa drejtuesit e agjensive evropiane, kanadeze dhe japoneze folën rreth asaj se si satelitët e tyre ndihmojnë në kërkimin e klimës, NASA u përqendrua vetëm në eksplorimin e hapësirës.
Përveç planeve të tij për hënën, Dafi bëri dhe deklarata të guximshme rreth ambicjeve amerikane në Mars. Reagon pozitivisht Hamasi për planin e paqes me Izraelin. Ndërkombëtarët mirëpresin vendimin e Hamasit. Ndërkombëtarët kanë reaguar pozitivisht pas pranimit të planit me 20 pika të presidentit amerikan Donald Trump nga ana e Hamasit. Kancelari Merz tha se plani paqes së presidentit të Amerikës Trump për Gazën është mundësia më e mirë për paqe. Ai më tej shpreu mbështetjen e tij pas apelit të presidentit të Amerikës drejtuar të dyja palëve, lirimi i pengjeve dhe paqja në Gaza janë të mundura. Hamasi tani ka rënë dakord në parim me planin e paqes së presidentit Trump. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka mirëpritur gjithashtu reagimin e Hamasit ndaj planit të paqes të propozuar nga presidenti Trump për Gazën, sipas asaj që bëri të ditur zëdhënësit e tij. Ai gjithashtu ka shprehur mirënjohjen për rolin ndërmjetës të Katarit dhe Egjiptit në këtë proces. Guterres ka ripërsëritur kërkesën e tij për një armpushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm dhe për lirimin pa kushte të gjithë pengjeve. Edhe kryeministri britanik Starmer ka përshëndetur pranimin nga Hamasi të planit amerikan për paqe në Gaza, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të luftimeve. Sa kaq, zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë publike një deklaratë ku theksohet se Izraeli do të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara për zbatimin e një plani paqeje në rripin e Gazës. Sipas deklaratës, ushtria izraelite është në fazën përgatitore për të filluar menjëherë zbatimin e fazës së parë të planit të propozuar nga presidenti Trump. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.